Dashi. Mëngjesi nis me energji të begat dhe dëshira për të bërë ndryshime freskuese në rutinën e përditshme. Në dashuri, një bisedë e thellë mund të afrojë më shumë njerëzit e dashur, duke sjellë qartësi dhe harmoni. Zemra ndihet më e hapur ndaj emocioneve të reja që sjellin një ndjesi të ngrohtë. Në punë, shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tuaja të udhëheqjes, mos hezitoni ta merrni iniciativën. Financat janë në një fazë stabiliteti, por është e mençur të shmangen shpenzimet impulsive. Një shëtitje në natyrë ofron qetësi dhe rigjenerim për shpirtin tuaj të etur për aventurë. Sot, kujdesuni për veten dhe të dashurit tuaj, duke refuzuar të lejoni stresin të ndërhyjë në paqen tuaj të brendshme. Deme. Dita e sotme sjell një energji të butë dhe të qetë, një mundësi për të reflektuar mbi ndjenjat e brendshme. Në dashuri, hapni zemrën ndaj partnerit dhe përqafoni momentet e vogla që ju bashkojnë. Një bisedë intime mund të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, mos u druani të prezantoni idetë tuaja. Kreativiteti juaj mund të shkëlqejë në mënyra të papritura. Financat kërkojnë kujdes, por një investim i vogël sot mund të kthehet në një fitim të madh në të ardhmen. Kujdesuni për trupin tuaj, një shëtitje në natyrë mund të sjellë qetësi dhe relaksim. Besoni në potencialin tuaj dhe lejoni që ëndrat ju udhëheqin drejt rrugëve të reja. Qetësia dhe durimi do të jenë aleatët tuaj më të mirë. Binjakët. Dita e sotme do të sjellë energji të freskëta dhe mendime të reja. Mund të ndjeni një nevojë për të ndarë emocionet me të dashurit tuaj. Kjo është një kohë e mirë për të diskutuar ndjenjat tuaja dhe për të dëgjuar ato të tjerëve. Në aspektin profesional, një mundësi e papritur mund të vijë drejt jush, mbajeni mendjen të hapur dhe gati për sfida të reja. Sot është e rëndësishme të mbani një ekuilibër mes punës dhe jetës personale. Financat do të jenë në një gjendje të qëndrueshme, por keni kujdes nga shpenzimet impulsive. Ndjesia juaj e përgjithshme do të jetë e mbushur me optimizëm, duke ju shtyrë të përqafoni çdo mundësi që vjen përpara. Përqafoni këtë ndryshim dhe lejoni që zemra juaj të udhëheqë. Daforia. Sot, ndjenjat e tua të thella do të dalin në pa, duke të ofruar mundësinë të reflektosh mbi marrëdhëniet personale. Merr kohë për të dëgjuar zemrën dhe do të zbulosh se çfarë ke nevojë të ndash me ata që do në punë, mund të përballesh me një sfidë të papritur. Qetësia dhe durimi do të jenë aleatët e tu më të mirë. Financat mund të kërkojnë një vëmendje të veçantë, mos u shqetëso, thjesht bëj plane të kujdesshme. Përpiqu të shmangësh shpenzimet e panevojshme dhe të fokusohesh në qëllimet afatgjata. Ndërkohë, mbrëmja sjell mundësinë për të pushuar dhe për të rilidhur me natyrën ose familjen, duke ushqyer shpirtin dhe mendjen. Kujto se çdo ditë është një dhuratë për të shijuar. Luani. Sot është një ditë e shkëlqyer për të reflektuar mbi aspiratat personale dhe për të vendosur qëllime të reja. Nëse keni qenë duke menduar për një ndryshim në karrierë, ky është momenti i përshtatshëm për të hulumtuar mundësitë. Në fushën e dashurisë, hapni zemrën tuaj dhe ndani mendimet me partnerin. Kjo do të sjellë harmoninë që kërkoni. Mos hezitoni të shpenzoni pak kohë për veten, ndoshta një aktivitet që ju sjell kënaqësi do të ishte ideal. Në aspektin financiar, kujdes me shpenzimet e parsyeshme dhe përpiquni të vendosni disa kursime mënjan. Ndjesia e paqes dhe ekuilibrit do t'ju përçojë energji pozitive gjatë gjithë ditës. Natyra ju bën thirrje, shijoni një shëtitje të qetë në natyrë. Virgjëresha. Në këtë ditë, energjik janë të favorshme për të thelluar marrëdhëniet personale. Do të vësh re një ndjenjë qetësie dhe harmonie që të ndihmon të përballosh çdo sfidë që mund të shfaqet. Ndërsa dita avancon, një bisedë e papritur mund të hapë perspektiva të reja në punë. Nëse dëshiron të avancosh në karrierë, është koha e duhur për të shprehur mendimet dhe idetë e tua. Financat duken stabil, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për veten dhe sigurohu që të marrësh pak kohë për të reflektuar mbi gjërat që të sjellin lumturi. Natyra e butë dhe shpirtit tënd të bën të ndjesh çdo emocion më thellë sot, prandaj zgjidh misitë që të sjellin paqe. Peshorja. Sot mund të ndihesh sikur po hendet mes ëndrave dhe realitetit. Ndërsa dita fillon, shfrytëzo momentet e qeta për të reflektuar mbi emocionet e tua. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të sjellë qetësi në zemër. Mos hezito të shprehësh ndjenjat e tua, pasi partneri yt do t'i mirëpres ato. Në punë mund të shfaqet një mundësi e re që do të bëjë të ndihesh i vlerësuar. Mos humb rastin për të treguar aftësitë e tua. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të planifikosh shpenzimet me kujdes, duke shmangur blerjet impulsive. Energjia jote është e ndritshme dhe do të ndihmojë të përballosh sfidat me lehtësi. Kujdesu për veten dhe shijoje këtë ditë të veçantë. Akrepi. Në këtë ditë të veçantë, energjia yjore ju sjell ndjesi të thella dhe dëshirë për introspeksion.
Shpirti juaj kërkon thellësi në marrëdhënie dhe është koha e duhur për të lidhur me të dashurit në një nivel më intim. Në punë do të ndjeni të frymëzuar për të ndërmarrë projekte të reja, por sigurohuni të mos e teproni me angazhimet. Financat mund të kërkojnë pak kujdes shtesë, mbani një sy në shpenzimet spontane. Një dialog i sinqert me veten do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat tuaja emocionale. Shijoni gjërat e vogla që sjellin lumturi dhe mos harroni të gjeni kohë për veten. Ndërsa dita rrokullis, një ndjenje e qetësisë dhe paqes do t'ju pushtojë. Përqafoni ndryshimet dhe pranoni çdo sfidë me besim. Shigjetari, sot ndihesh si një aventurier me zemër të zjarrt, gati për të përqafuar çdo sfidë që të pret. Në dashuri, lëri ndjenjat të flasin dhe mos ndiq formulat e zakonshme. Instinktet e tua kanë fuqinë të magjepsin. Në punë, një projekt i ri do të kërkojë vëmendje, por energjia jote pozitive do të ndihmojë të shkëlqesh. Bëj kujdes me shpenzimet e papritura. Të dish të kursesh është gjithashtu një art, një ecje e gjatë në qiellin e hapur mund të ndihmojë të rigjesh qetësinë që kërkon. Intuita jote është në kulmin e saj sot dhe do të udhëheqë në drejtimin e duhur. Çdo moment ka potencialin e tij për të qenë i veçantë. Bëhu i hapur ndaj mrekullive të vogla të ditës. Britsjapi. Sot kërkohet që të mbështetesh tek intuita për të ndjekur një rrugë të re në karrierë. Ndoshta je në prag të një hapjeje të madhe që kërkon guximin tënd për të kaluar përtej kufive të zakonshëm. Në dashuri, tregohu i hapur ndaj bisedave të sinqerta me partnerin. Një bisedë e qetë do të forcojë lidhjen tuaj dhe do të sjellë harmoni. Financat duket se janë në një fazë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Është koha e përshtatshme për të rishikuar buxhetin dhe të mendosh për të ardhmen. Ndjenjat e qetësisë dhe mirëkuptimit mbizotërojnë gjatë ditës. Mos harro të ndalosh për një moment të vlerësosh përparimin që ke bërë dhe të falenderosh universin për dritën që ai të sjell çdo ditë. Ujori. Dita nis me një ndjenjë të re gëzimi që mbush zemrën. Një mesazh i papritur nga një mik i vjetër mund të hap horizonte të reja. Reflektoni mirë para se të ndërmerrni hapa të mëdhenj në karrierë. Dëgjoni instinktet tuaja që ju udhëheqin drejt suksesit. Nëse ndiheni pak të ngarkuar financiarisht, fokusohuni në organizimin dhe menaxhimin e buxhetit tuaj. Romanca lulëzon në atmosferë dhe mund të jetë koha e duhur për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur brenda. Një mbrëmje e qetë me një libër ose muzikë do t'ju ndihmojë të gjeni paqen e brendshme. Lejojini vetes të ëndërroni dhe të mendoni për mundësitë që do të sjellë e ardhmja. Kjo është një ditë për të qëndruar me zemër të hapur dhe mendje optimiste. Peshqit. Dita e sotme sjell mundësi të veçanta për të reflektuar mbi udhëtimin tuaj personal dhe profesional. Ndërsa energjitë universale ju ftojnë të thelloni lidhjet me ata që dashuroni, është e rëndësishme të tregoni ndjeshmëri. Në dashuri, zemra juaj është e hapur për dashuri dhe mirëkuptim të thellë. Mbani një vesh të hapur për të dëgjuar fjalët e atyre që ju rrethojnë. Në punë, fokusohuni te përkushtimi dhe përpjekjet e qëndrueshme, pasi projekti juaj i fundit mund të ketë nevojë për një prekje përfundimtare. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni vendimet që mund t'i merrni në nxitim. Sot përqafoni kohën për të medituar dhe për të gjetur paqe të brendshme, pasi qetësia do të ushqejë shpirtin tuaj krijues.